Tani do takohemi me Shqipdonën, ajo ndodhet në Bishtazhen, aty ku ky fshat njihet për dekorat, festat, dritat edhe krejt atmosferën festive që ka në Krishtlindje dhe në fund vet në përgjithësi. Tani Dona na sjell një copë nga kjo atmosferë. Mirëmëngjes Dona. Dëgjon? Mirëmëngjes. Ndoshta mund të jetë edhe për shkak të këmbanave të cilat po i dëgjojmë nga pas, por si do qofsh, Shqipdona kurdo që do të na dëgjoj, do ta vazhdoj bisedën për me na tregu mënyrën se si është dekoruar si vjet për vitin 2025 pra Bishtazhini. Mirëmëngjes Agnesa, mirëmëngjes për gjithë shikuesi, shfrytëzoj rastin t'i uroj të gjithë besimtarëve të fesë katolike Krishtlindjet, shumë shëndet e mbarësi për të gjithë. Këtu jemi në Bishtazhen, në fshatin e Gjakovës, që njerësh zbukurohet për çdo vjetor dhe ka një atmosferë mjaft festive. Pranë meje kam Don Lush Supin, i cili do të na tregoj rreth festës sot. Fillimisht urime festa. Faleminderit, mirëmëngjes, përshëndetje për ju dhe për të gjithë dëgjuesët dhe shikuesit të televizionit tuaj. Sot dita Krishtlindjes, festë e madhe kur përkujtojmë lindjen e Krishtit dhe përgatitjen për këtë ditë edhe për mbrëm fakt që kemi pasur mishën dhe mesnatës që quajnë, kemi filluar 4 javë më herët gjatë adventit me përgatitjet tona shpirtërore për kremtuar sa më mirë për këtë festë të Krishtlindjes. Por pas anës shpirtërore, anës brendshme, siç e shihni edhe vetë, ka qenë në ambient jashtëzakonisht i mirë, i mrekulluar, ambient i jashtëm, që prapja jep domethënie shumë të madhe edhe ambientit brendshëm shpirtëror, ku shumë të rinj kanë punuar vazhdimisht rreth 2 muaj për të bërë një ambient të tillë, për të krijuar një ambient të tillë për festën e Krishtlindjes. Tregona pak a shumë dje çfarë atmosfere ka qenë, ka pasur mërkimtar, ka pasur vizitor prej vendeve të ndryshme. Po, dje kemi pasur mishën, siç thash, në ora 24 dhe kanë ardhur, kemi parë një numër të mirë të mërkimtarëve që janë kudo në botë, besimtarë tonë, të cilët vazhdimisht na mbështesin gjatë gjithë vitit edhe tanin këtë projekt që na kanë mbështetur shumë në aspektin financiar, por puna është kryer gjithë nga vullnetarët e familjes sonë këto. Kem pasur shumë edhe miq, unë kam shumë miq vëllezër shqiptar, që kanë ardhur edhe jemi kanë këto mbrëmës bashkët, edhe në mesh, edhe pas meshë pa këto, për të ruar njëri tjetrin. Kështu që ka qenë prezant një numër shumë i madh besimtarëve, një ndjenjë veçantë shumë, sepse kur gjendemi në një mes të tillë, në një ambient të tillë, me shumë miq dhe dashamirë, dhe kur bashkohemi për të mirë, atëherë sigurisht që zemra është përplot dhe ato ndjenja nuk harrohen deri. Patjetër. Tregona tash edhe për ditën e sotme, organizimet që janë bërë në Bishtazhen. Sot kryesisht kemi 2 mesh tani para ditën, në ora 9 dhe në ora 11, ku zakonisht besimtarët vinë në kish për të qenë prezent në meshën shenjte. Dhe vinë me jetët e veta, duke e drejtuar Krishtin gjitha nevojat, qoftë për familje, qoftë në jetët personale, dhe pastaj është traditë që të kthehen familjet, ta kenë një drejt përbashkët familjar, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Pasi që edhe vetë festa e Krishtlindjes ndërlidhet me familjen e Shejt Nazaretit. Është Krishti lindja e tij, është e bekuar nga cila edhe lind Jezusi mbyri Zotit dhe Jozefi kujdesari familjes. Pra është në një mënyrë një festë familjare. Dhe pastaj i bashkon tureza familjare të gjithë bashkët në familjet e tyre dhe më vonë pastaj kanë traditë gjithnjë që të dalin tek afërmit për të kuruar dhe për të kaluar një ditë të mirë së bashku. Krej në fillim e përmanda edhe zbukurimet. Bishtazhini, Pjetërshani e fshatërat të tjerë pra organizojnë që gjatë muaj vjetor të zbukurohen edhe po ashtu të manifestojnë festat e fundvitit. Tregona sa ju bën krenar se pasi që edhe mediat ndërkombëtare pra vazhdimisht shkruajnë dhe i njohin këto fshatrat e Kosovës për zbukurimin që bën për festat e fundvitit. Është fakt që bëhet një punë shumë e madhe, faktikisht kanë filluar në tetor, në fund të teorit me përgatitjet për këtë ambient
Dhe thash është një koordinim me besimtarëve që i kemi jashtë që në mbështesin materialisht edhe të rinj që punojnë këtë vullnetarisht. Dhe pastaj gjatë kohës adventit, kryesisht e kemi edhe këtë shtëpizën që e hapim nga ora 17 deri në ora 22, dhe këtu krijohet një ambient i mrekullueshëm gjatë kësaj kohe, sepse vinë shumë njerëz tani këtë vetë në mënyrë të veçantë. Kemi pasur shumë familjar, shumë shqiptar besimit islam, shumë që kanë ardhur, edhe nuk kanë prezentuar gjithmonë, edhe a ka mundësi të bëjmë ndonjë foto, të shikojmë me familje, kështu që ka qenë një ambient jashtëzakonisht i mirë, edhe si të ndihemi kur ne mundohemi dhe kur e krijojmë një bashkëpunim me besimtarët, në dialog të mirë, në respekt ndërsjellë njëri me tjetrin. Dhe kur jemi gatshëm për ndihmë nga një tjetrin, sepse ne pa besimtarët nuk mundin me asgjë, por edhe besimtarët kuptojnë pa neve nuk mundin asgjë. Dhe kur arrihet një bashkëpunim i tillë, edhe të bëhet një punë kaq e madhe, një ambient kaq i mirë, sigurisht që zemra jonë është për plot gëzim, sepse tek e fundit ne jemi krejtësisht në shërbim të besimtarëve, në shërbim të të gjithëve, dhe e meritojnë që t'ju japim mbështetjen e plotë kur kanë një vullnet as të madh edhe një dëshirë as të madhe për ta krijuar një ambient të tillë, siç e shihni që është me rastin e festës së Krishtlindjes. Ku ka më mirë se kisha dhe xhamia ti bashkoj shqiptarët për çdo lloj feste, e feja e shqiptarit o shqiptaria, edhe ju uroj që dita e sotme, pra festa e Krishtlindjeve të jetë më së miri, pra në Bishtazhin e në gjithë Kosovën. Faleminderit shumë. Është fakt që nuk ka asgjë më mirë kur bashkohemi të gjithë. Ai është një ndjenjë shumë e veçantë, s'pakut. Unë kam shumë miq shqiptar të besimit islam që thujase nuk përmendin fare besimin, po them kam shqiptar, miq shqiptar. Dhe gjithçka në lidh. Gjuma, kultura, tradita, e kaluara, e tashmja, e ardhmja dhe sa gjana që mund t'i nëmrojmë. Prandaj, këtu jemi, këtu do të jetojmë, do të bashkëpunojmë, edhe të ecim para, edhe punojmë për një të ardhme sa më të mirë, që të jemi sa më të bashkuar, sepse e shohim duke të jemi real që në një situatë tani çfarë e kemi në shoqërinë tonë, jo në aspektin fetar, absolut, sepse aty nuk pres asnjëherë që të kemi diçka të veçantë, por këto gjëra tjera që me cilat ballafaqohemi, që na mungon shumë në bashkëpunim, në nderim dhe respekt ndaj njëri tjetrit, e mbi gjithë një paqe vërtet që të jetë paqe njëri me tjetrin. Të kemi shëndet e mbarësi të gjithë. Faleminderit shumë për këto krejt informata që ndodh me shikuesit tanë. Ne pas pak do të shkojmë edhe tek një familje, se si festohet edhe në ambientet familjar Krishtlindjen, e të falenderoj për krejt këto informata që ndodh. Urime edhe njëherë festa, edhe për fund për gjithë shikuesit një urim. Faleminderit shumë, uroj gjithë shqiptarët të besimit krishterë, por edhe gjithë njerëzit vullnet mirë këtë festë Krishtlindjes, sepse me Krishtlindje fillon një epokë e re, siç e dimë të gjithë se epokë e takojmë edhe ne. E sidomos një epokë e faljes, mirësisë, me gjithë atë dashurisë së Zotit të njeriu, për të dërguar birin e vetë për shpëtimin dhe shërbimin e të gjithë njerëzve. Prandaj, siç thash, është një festë familjare dhe uroj që gjitha familjet tona shqiptare, pa dallim, të gjitha familjet tona të frymëzohen nga familja e Shenjtë Nazaretit, edhe të kemë familje të bekuara, edhe familje të shenjtruara, sepse një familje e mirë, një familje që qëllon në pas, në harmoni, në dashuri, që mund të quajmë një familje e bekuar, është e mira e një populli, e mira e një shoqërie, e mira edhe e ardhmja e një shteti. Prandaj gjithëve ju uroj për shumë festa Krishtlindjes, gjithmonë bashkë festofshin, e paqen gjithmonë bekimin e Zotit të gjithë. Faleminderit shumë, unë po e përmbylli me mesazhin aq të bukur që e dha. Faleminderit shumë. E Agnesa me kaq po e përmbylli këtë lidhje direkte, linjën po e kaloj tek ju në studio, pas pak do të takohemi në një lidhje tjetër direkte në një familje ku festohen Krishtlindjet. Faleminderit shumë. Dona, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte, ndërsa ne pa humbur kohë kalojmë te receta e lindës dhe edicioni i lajmeve të orës 9, pastaj pas orës 9 ne vazhdojmë të rajntën si çdo të rajnte tjetër dhe zhvillojmë rubrikën mjeku në studio, ku do të flasim bashkë me kirurgun abdominal për hernien apo siç njihet në popull bruhi. Pas pak do takohemi edhe me këtë bisedë.